Në masa të rrepta sigurie janë ekstraduar në orët e vona të natës 3 ushtarët e Talo Çelës nga Dubai në Tiranë. Renea ka blinduar Rinasin, ndërsa Erviz Daka, Maksim Koçi dhe Ado Gjika, të akuzuar si antar të organizatave kriminale të Suel Çelës apo çopjave në Elbasan, janë sjellë në Tiranë me pranga në duar. Autoritetet e Dubait, gati 40 ditë pas arrestimit në 8 maj, depërtuan 3 të akuzuarit, të cilët janë dorëzuar drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Ardhja nga Dubai u bë tranzit nga Stambolli. Ata akuzohen për një sër veprash të rënda kriminale që nga prodhimi i armëve e deri tek vrasja me paramendim. Erviz Daka, 38 vjeç, akuzohet për tentativë vrasjeje, sigurimi kushteve për vrasjen e 2 atentateve të rënda në dëm të Kej Pikut dhe Arjan Spahiut, të zhvilluara në vitin 2020. Në rastin e Pikut ishte informator për lëvizjet, ndërsa tek Spahiu në Belgjik siguroi kushtet për eliminimin e tij. Daka akuzohet se strehoi Talo Çelën, i cili ndodhet në kërkim. Maksim Koçi dyshohet për vrasjen e 2 personave si dhe siguroi kushtet për vrasjen e 2 të tjerëve, përfshirë ndihmën për fshehjen e Talo Çelës. I treti, Ado Gjika, 40 vjeç, është nën akuzë për përkrahjen e autorit të krimit si pjesë e grupit kriminal për eliminimin e Ardian Çapjas gjatë sulmit me snajper, të cilit mund t'i mbijetonte. Gjika për 2 vjet me radhë ka ndihmuar Talo Çelën të fshihet. Talo Çela, një emër i njohur i botës së krimit, prej vitesh ndodhet në kërkim si një prej kokave kryesore të krimit në Elbasan me disa masa arresti. Emri i tij është i lidhur me disa ngjarje të rënda kriminale, në akuzë për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës, si dhe disa vrasje të tjera, po ashtu edhe për përfshirje në grabitjen e bujshme në aeroportin e Rinasit në vitin 2019. Emri i Talo Çelës ka dalë në dritë përmes dëshmive të Klevisallës, i arrestuar për vrasjen e vëllezërve Haxhia.